Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjaftojnë vetëm 2 banane në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre problemeve. Bananet janë fruta shumë të përhapur, krahas shijes ato kanë një numër të lartë të benefiteve për organizmin. Bananet renditen në 4 frutat më të shëndetshme në botë. Mirë po, çfarë mundet të ndodhë me trupin tuaj nëse i konsumoni 2 banane në ditë? Tensioni i gjakut. Konsumimi i 2 bananeve në ditë ndihmon në ruajtjen e parametrave normal të tensionit të gjakut. Prania e kaliumit dhe e natriumit në këtë frutë ndikon që të mbahet një shtypje normale e gjakut. Rreziku nga sëmundjet e këqija. Konsumimi i shumë frutave dhe perimeve ndikon në zvogëlimin e rrezikut të prekjes, sidomos nga sëmundjet e këqija. Prania e vitaminës C në banane mundëson luftimin e radikaleve të lira, të cilat janë shkaktare të sëmundjeve të këqija. Shëndeti i zemrës. Konsumimi i vetëm 2 bananeve në ditë mundet që të përmirësoj shëndetin dhe funksionimin e zemrës. Fibra dhe vitaminat që këto fruta përmbajnë në këto nivele të bananeve janë tepër të zakonshme dhe shumë të mira për shëndetin. Shëndeti i zorrëve. Diarrea dhe shtrëngimi i zorrëve janë disa nga problemet më të shpeshta tek njerëzit. Në qoftë se konsumoni banane dhe balanconi dietën tuaj, ju do të përmirësoni këto probleme. Energjia. Bananet janë shumë të mira sidomos për personat të cilët ushtrojnë aktivitete fizike dhe kanë nevojë për energji. Ekspertët thonë se konsumimi i 2 bananeve në ditë do të furnizojë trupin tuaj me 900 mg kalium, i cili i bën mirë zemrës dhe mirëmban tensionin e gjakut në nivele tepër të shëndetshme. Sipas tyre, balanca mes kripës dhe kaliumit janë njëkohësisht të nevojshme për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C që përfitoni nga ngrënia e 2 bananeve në ditë gjithashtu do të fuqizojnë sistemin imunitar dhe do të minimizojnë rrezikun e sëmundjeve. Gjithashtu, banania është një frutë shumë i mirë për shëndetin e stomakut dhe të sistemit tretës, për shkak të kaliumit që ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Sipas informacioneve, bananet përmbajnë fibër, por njëkohësisht edhe sheqer. Pavarësisht nivelit të këtij të fundit, fibra do të balancojë përthithjen e tij në organizëm. Ekspertët thonë se ngrënia e 2 bananeve në ditë është një mënyrë shumë e mirë për të kujdesur për zemrën. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomandueshme për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Ka njerëz të cilët shqetësohen se duke ngrënë shumë banane munden që ta teprojnë në dëm të shëndetit, sidomos në aspektin e kaliumit. Megjithatë, duhet të dini që për të arritur nivelet e rrezikshme të kaliumit, ekspertët thonë që duhet të hani 400 banane në ditë dhe kjo është krejtësisht e pamundur, kështu që mund t'i hani ato pa frikë. Arsyet pse duhet të konsumoni banane pa u menduar gjatë. Banania ndihmon apo parandalon një mori problemesh dhe sëmundjesh, duke u bërë kështu diçka që duhet shtuar me do e mos në dietën tonë ditore. Nervat. Bananet janë të pasura gjithashtu me vitaminë B, të cilat ndihmojnë në qetësimin e nervave dhe rregullon nivelet e glukozës në gjak, të cilat munden të ndikojnë në gjendjen tuaj emocionale. Anemi. E pasur me hekur, banania mundet që të stimulojë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu ndihmon edhe në raste të anemisë. Depresioni. Sipas një studimi të kryer nga Mind
në mes të njerëzve që vuajnë nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë ngrënë banane. Kjo për shkak se bananet përmbajnë triptofan, një lloj proteinës që trupi është ndëron në serotonin që njihet si relaksues, përmirësues i gjendjes tuaj emocionale dhe në përgjithësi të bën të ndihesh më i kënaqur. Shtypja e gjakut. Ky frut unik tropikal është ekstremisht i pasur me potasium dhe me sasi të vogla të kriprave, duke e bërë të përsosur për të mundur shtypjen e gjakut. Dhimbjet e kokës. Përdorni një milkshake me banane duke e përzierë atë edhe me mjalt. Banania qetëson stomakun kurse me ndihmën e mjaltit ajo rrit nivelet e zvogëluara të sheqerit në gjak, derisa qumshti gjithashtu zbut dhe rihidron sistemin tuaj. Sëmundja e mëngjesit. Kjo manifestohet në fillim të shtatzanisë, ku gratë kanë të vjella në mëngjes. Me ngrënien e bananeve në mes të ushqimeve ditore ndihmon që nivelet e sheqerit në gjak të rrinë në nivele dhe kështu shmang edhe sëmundjen e mëngjesit. Pickimet e mushkonjës. Para se ju të aplikoni kremin kundër pickimit të mushkonjës, shumë njerëz duhet që të provojnë të fërkojnë të brëndshmen e lëkurës së bananes përmbi vendin ku ju jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se kjo është e suksesshme në zvogëlimin e të ëndrrës dhe irritimit. Truri. 200 studentë në Angli janë ndihmuar në provimet e tyre gjatë vitit duke u shërbyer banane në mëngjes në pushim të gjatë dhe gjatë darkës, duke munduar kështu që të shtojnë fuqinë e trurit të tyre. Ulëmtimet tregojnë se ky frut i pasur me potasium mundet të ndihmojë mësimin duke i bërë nxënësit më syhapur. Tretja, banania ndihmon që të ktheni aktivitetin e jashtëqitjes në gjendjen e rregull dhe kështu ju e kaloni problemin e kapsllëkut pa pasur nevojë për laksativ. Ulçër. Banania gjithashtu përdoret si ushqim kundër çrregullimeve të zorrëve për shkak të materjes së saj të butë. Gjithashtu ju duhet të neutralizoni acidin e tepërt dhe të zvogëloni irritimin e mbështjellësit të stomakut. Kontroll të temperaturës. Shumë kultura të tjera shikojnë bananën si frut freskues që mund të ulë si temperaturën fizike ashtu edhe atë emocionale tek nënat të cilat presin që të lindin. Për shembull, në Tajland, nënat shtatzën hanë banane për të siguruar që fëmijët e tyre lindin me temperaturë të freskët. Çrregullimet. Është një formë e depresionit e cila ndodh tek disa njerëz gjatë ndonjë sezoni, sidomos kur janë më pak të ekspozuar në diell. Bananet ndihmojnë ata që vuajnë nga kjo gjendje për shkak se ato përmbajnë triptofan, rregullues natyral i gjendjes emocionale. Duhanpirja. Bananet gjithashtu ndihmojnë ata që provojnë të lënë duhanin. Vitamina B6 dhe B12 që përmbajnë gjithashtu potasium dhe magnez e ndihmojnë trupin të shërohet nga shkëputja e efekteve të nikotinës. Stresi. Potasiumi është një mineral vital i cili ndihmon në normalizimin e të rrahurave të zemrës, dërgon oksigjen në tru dhe rregullon balancën e ujit në trup. Kur jemi të stresuar, ritmi i metabolizmit shpejtohet kështu duke zvogëluar nivelet e potasiumit. Këto mund të ribalancohen me ndihmën e bananeve që janë shumë të pasura me potasium. Sulmet në tru. Sipas ulëmtimeve, të hani banane si pjesë normale e dietës mund të zvogëloni dukshëm rrezikun nga pika në tru për gati 40%. Djegjet e stomakut. Bananet kanë efektin natyral antiacid në trup dhe nëse vuani nga thartira, provo të hash banane për t'u çliruar. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.